Falenderit shumë. E bërë zemrën gurë më në fund. Kam 3 orë që mbaj dorën kështu. Së pari nuk mundem dot që të mos gjendem pranë tonit që u ndjej rrezikuar tmerrsisht nga dhuna e agresorëve opozitar sot këtu. Kështu që Toni, shqyr që shpëtove, jam pranë teje në këto momente të vështira. Toni, ti edhe gjithë pjesa tjetër andej, po kryesisht ata që janë këte përballë, nuk jeni të rrezikuar nga ne. Jeni nga çudirat që keni bërë, nga ajdutrit që keni bërë, nga batërdia që i keni bërë këtij vendi, nga vjedhjet që keni bërë 12 vjet rresht. Dhe tani rrezikun e keni nga vetja dhe nga ai që mungon atje, i cili sa herë zgjohet eth nga një short se cilin do flak të parin e se kujt i vjen radha për në burg. Prandaj mos ki merak për ne se as të sulmojmë, e as të dhunojmë, e as të nuk të rrezikojmë. Të rrezikon ai të cilit ti dhe gjitha të tjerët i bindeni në mënyrë të verbër, pa moral, pa dinjitet dhe pa burri. Tani, kur flisni ju këtu për ligj e për vendime gjykatash me thënë drejtën, të vjen për të vjellë. Ju që keni përdhunuar kushtetutën disa herë këtu në këtë sallë parlamenti, merrni guximin dhe na flisni për ligj. Kjo është skandaloze. Kam dëgjuar kaq kohë që ju është dhemsur kaq shumë shkatrimi i pronës socialiste, të gjithëve ju është djegur barku për kariget. Po nuk janë dhemsur as pak milionat e inceneratorëve, të 5D-ve, të energjisë, të rrugëve me nga 20 milion euro kilometër, kjo nuk është pronë socialiste. Ato mund t'i vidhni si të doni. Kariget ju janë dhimbsur shumë. E para njerë ato kariget na i faturuat nga 2 milion. S'ka problem. Ne që e kemi bërë atë veprim, e marrim përsipër edhe tash dëmtojmë. Problemi është që kur erdha sot, edhe pse më kanë faturuar 2 milion, gjeta prap një kariget vjetër. Edhe këta i vodhe? Edhe këto i vodhe prap? O mos u ngopshi e ju zënë që më fytin.